Një pallat në afërsi të spitaleve QSOT ka pësuar zjarr dhe flakët kanë përfshirë pothuajse gjithë pallatin. Zoti Softa, e para ne pam aty që brenda pak orësh gjithë pallati u përfshi nga flakët. Çfarë do të thotë kjo për vetë ndërtimin dhe për cilësinë e ndërtimeve në pallatet në Tiranë? Po Tirana po ngrihet vertikalisht dhe ky është një problem serioz. E para për shërbimet e mbrojtjes nga zjarri dhe shfëtimit, të cilët teknologjia që ata përdorin, kapacitetet që ato kanë, vijnë dhe bëhen më të vështira. Dhe e dyta, fakti që ndërtimet e reja sot nuk certifikohen, sidomos materialet për cilën ata i kanë ndërtuar, pra në momentin kur i dorëzon, bën kolaudimin, duhet të certifikohen dhe materialet e ndërtimit të cilët ata kanë përdorur. Rasti që pam ishte një zjarr vertikal, me sa duket e dyshuar është elementi fasad. Zjarri ka rënë në një strukturë të ulët, pra në pjesën e biznesit, të paktën pamjet e para tregojnë, dhe shpërndarja e saj nëpërmjet ngritjes vertikale djegjes fasadës. Fasada, niveli i kolesterolit është efekti oxhak. Pra është ngritje menjëhershme e flakës dhe depërtimi pastaj në kate, duke krijuar atë dëm dhe të frikshëm që krijoi. Atë çfarë sot kërkohet është a duhet të kenë mbi një sasi katësh caktuar shkallë emergjencë për evakuimin e personave. A duhet të ketë detektor? A duhet të ketë certifikim për materialet për cilën ata bëjnë ndërtimin, kryesisht është një ngjarje e përsëritur, kujtojmë dhe ke rruga e Kavajës afër Deli Orgjit, kur kishim të njëjtën situatë. Për shkak të djegjes fasadës, kualiteti i kolesterolit i cili bëri shpërndarjen dhe dëmi erdhi nga një kondicioner. Nuk e dim shkakun e zjarrit në rastin konkret, sepse mbasi të përcaktohet vatra, sigurisht do të përcaktohen dhe shkaqet e zjarrit, që mund të jenë të qëllimshme, mund të jenë spontane, mund të jenë për një qark, apo mund të jetë në një bombull që ka krijuar shkëndijën apo ka krijuar flakën e parë. Por ai që ka shpërndar pastaj, sepse dukesh ngjyra e zezë e tymit, tregon dhe një herë që është djegje e produkteve plastike, djegje e produkteve kolesterol ose e produkteve që quhen kablo. Këto krijojnë ato që ishte tymi i zi. Dhe ngritja vertikale dhe shpejtësia e shpërndarjes tash kanë ndihmuar fasadën. Si shpjegohet që le të themi një pallat i cili shet apartamentet 2700.000 euro metri katror, sigurisht vjen një moment që ti ndodhesh përpara një situate ku nuk e ke më shtëpinë tënde, pavarësisht se ti mund të kesh, po themi, dhënë gati 300.000 euro për atë apartament. Së pari, do presim një raport ekspertizë nga shërbimet e specializuar, kryesisht të shërbimit mbrojtjes nga zjarri. Ka një grup hetimor, e cila po ndjek situatën dhe patjetër do të japi konkluzionet nga policia e shtetit, dhe të presim nëse pallati ka qenë i kolauduar, ka qenë i certifikuar, ka qenë hipotekuar, dhe kanë qenë apo jo masat e mbrojtjes nga zjarri të efektshme. Sepse nëse nuk do të ishin ato shërbime të cilët më shumë kishin shpirtin se sa pjesën e mbrojtjes, ishin shkallët ur që përdoren për të bërë evakuimin e personave, ku pam heroin, por nuk bëhet me heroizëm mbrojtja e popullsisë, evakuimi i tyre nuk bëhet me heroizëm, dhe për fat kemi vetëm të lënduar, por nuk kemi persona të humbur apo persona që kanë humbur jetën. Dhe presim që policia e shtetit të japi një raport edhe për mediat dhe çfarë hapash do të bëjë nëse do ta referojë çështën në prokurori. Por fakti që pam drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit, ishte ministri i brendshëm, të gjitha forcat e shërbimeve të policisë dhe forcat e tjera të emergjencës, u vënë në dispozicion një helikopter
dhe fasada që pam të jep të pamjen e atyre pallateve të cilët vijnë nga bombardimet ruse në Ukrainë. Dhe kjo ka ndodhur në zemër Tiranës, për fat nuk kemi një shpërndarje masive të zjarrit, e cila mund të prekte edhe zonat e tjera të banuara, sepse shpeshherë ndërtimet janë aq të afërta, sa edhe shërbimet zjarfikse jo vetëm që nuk ndërhyjnë dot, por përhapja e flakëve mund të krijonte, siç ishte rasti 5 maj, apo raste të tjera të cilat janë shumë problematike. Pra aq kosa nuk kemi ndërtuar sisteme të parandalimit të mbrojtjes nga zjarri, por njëkohësisht të sistemeve të ndërhyrjes në splittereve për të krijuar fikjen e zjarrit. Se nuk kemi, le të themi, në pallatet që janë ndërtuar kohët e fundit shkallë emergjense. Shkallët duhet ndërtohen mbi një lartësi të caktuar. Nuk e di sa katësh pallati dhe për sa kohë dhe cili është rregulla e ligjit që duhet të jetë. Nuk mund të jetë ndërtuesi që ta përcaktojë, por do të jetë ai që jep lejen e ndërtimit dhe detyrimet që kanë për shkallët e emergjencës. Shkallët e emergjencës mund të jenë ndalje e qetë për çdo banor pa pritur që të bëhet ai spektakël, që ti marrësh ata me makinë me mjete të tilla, siç janë shkallët lëvizëse, për të zbritur dhe për të evakuuar personat. Kështu që duhet shikohet plani urbanistik, duhet shikohen lejet e ndërtimit dhe duhet përcaktohet me ligj mbi sa kate duhet të ketë detyrimisht shkallë emergjence. Shkallë emergjence të cilët janë shumë të nevojshme sepse në rastet e zjarreve minimalisht ashensorët bllokohen. A janë shkallët që zbritja të jetë e mundur për qytetarët? Edhe në raste të tërmetësh, fatkeqësisht natyrore, përfshirë dhe zjarret. Zjarri është i pamundur për ta përballuar sepse gjithmonë shkallët shërbejnë si hoxhak dhe janë vatra të pamundura që personat të zbresin dhe të kenë mundësi të evakuojnë. Mendoni, mund të kemi njerëz të smur, mund të kemi fëmijë, mund të kemi mosha, mund të kemi njerëz të cilët janë të paralizuar, si do të zbresi, si do të evakuosh ato në raste të një situate të tillë kur përhapja e flakëve ishte e jashtëzakonshme. Zoti Softa, çfarë duhet të kenë parasysh qytetarët në momentin që po themi hasen me një vatër zjarri në një pallat? Ajo për fat ishte gjatë ditës, mendoje natën sa të vështirë do të ishte, se do t'i kapte në gjumë njerëzit dhe densiteti i njerëzve në të do të ishte më i madh. Sepse në rastet kur jetë ditën, një pjesë janë në shkollë, një pjesë janë në punë, një pjesë ka dalur për argëtim ose një pjesë ka dalur për të kryer nevoja familjare, siç janë furnizimet e tjera e tjera. Kështu që ka qenë më e lehtë ndoshta mënyra se si dhe numri i personave brenda për të ulur masën e dëmit. Por qytetarët patjetër që në momentin që blejnë një ndërtesë, sidomos në ato vlera, duhet shikojnë pikërisht edhe këtë gjë. Pra dëshira për të qenë katin e lartë, mendoni kati 27, që mund të jetë kati mbi katët 20, si do të zbritet, sepse nuk është vetëm jetesa, po do të mendosh edhe situata të cilat nuk varen nga ju. Zjarri, tërmeti, fatkeqësi natyrore, të cilat si do të zbresish në kohën e një paniku, ku në një kohë nga të gjithë krahat dhe nga të gjitha apartamentet do të vrapojnë njerëz për të zbritur nëpër shkallë. Është e mundur? Pra të gjitha këto duhet bëhen kalkulime. Dhe kalkulimet duhet vinë nga projekti dhe projekti duhet të jetë i miratuar, duke pasur parasysh edhe sa apartamente ka në një shkallë, sa e gjerë është shkalla, sepse në rastet e tërmeteve, zjarreve, gjë e parë që duhet stakohet është korrenti dhe nuk mund të vijnë punë ashensorët. Kështu që duhet mendoni zbritjen nga ato kate, koha për të zbritur dhe rreziku që ato kanë. Prandaj vendosja e shkallës të emergjencës është jetike për jetën e personave. Ndërkohë ka pasur një reagim të kryeministit Rama, i cili ka theksuar edhe pse duket që në fillim që nuk është problemi i cilësisë së ndërtimit, ndërtuesi do ta ndërtojë 100% pallatin e dëmtuar. Si e gjykoni këtë vendim dhe a ka ardhur koha që banesat të sigurohen qoftë për zjarrin, po qoftë edhe për shkaqe të tjera natyrore? Ka qenë disa herë iniciativa edhe e qeverisë shqiptare për të krijuar një fond dhe një lloj siguracioni të detyrueshëm për zjarret. Po ka qenë për tërmetët. Atëherë bie që çdo banesë duhet të jetë e siguruar nga zjarret. Nëse kemi fatkeqësi natyrore, i takon shtetit dëmi dhe dëmshpërblimi ndaj punojësve, ndaj qytetarëve. Nuk mund të jetë thjesht vetëm nga banorët. Rasti që po flasim, nëse ndërtuesi ka
mundësitë financiare për ta ndërtuar, por nëse ndërtuesi është në faliment ose shpall falimentin dhe nuk është gjendje ta ndërtojë, si do të bëhet? Sigurisht që detyrimi ndaj një siguracioni do të jetë i arsyeshëm, sepse ajo çfarë nxorri qeveria shqiptare apo ajo çfarë pretendohet të nxjerrë qeveria shqiptare mund të jenë vlera të cilat mund mos përballohen nga banorët në raport me masën e investimit që duhet paguajnë çdo vit për siguracionin e shtëpisë tyre. Dhe duhet i referohemi disa vendeve të cilat kanë siguracione të tilla, por nuk i kanë të detyrueshme. Për shembull, ajo çfarë u tha nga kryeministri për të bërë të detyrueshëm siguracionin e banesave, nuk është i tillë në Itali, nuk është i tillë në Greqi, nuk është i tillë në disa vende. Prandaj duhet të jetë edhe mbi baza vullnetare. Ajo çfarë mund të detyrojë ndoshta mund të jenë subjektet, të cilët kanë bënë me marrëdhëniet publike, siç janë strukturat akomoduese, qendrat komerciale etj, por nuk mund të jetë patjetër detyrimisht çdo lloj banese dhe çdo lloj banori që të bëjë siguracionin ndaj zjarreve apo fatkeqësive natyrore. Zoti Softa, faleminderit shumë. Faleminderit.